turizmi dentar. A mundesh me ma shpjegu pak ç'a përfshin? Çfarë shërbimesh përfshin paketa, nëse mund ta quaj kështu? Atëherë ne që nga bileta e avionit, transporti, pritja në aeroport, shoqërimi në hotel dhe shoqërimi në klinik. Kjo është ideja e turizmit. Ne kemi marrë dhe këtë pjesën që, për shembull, në momentin që klienti nuk ka punë në klinik, bëj dhe një tur nëpër Tiranë që ata ta njohin kulturën, njohin vendin. A mendon se turizmi dentar në Shqipëri ka sjell të ardhura, domethënë i ka shërby edhe tregut këtu, përveç se i ka shërby edhe klientave? Normalisht që po. Sepse këto njerëz lëvizin, konsumojnë. Po, normalisht që po. Kjo gjë i ka shërby hoteleve, restoranteve, bareve, pafund, normalisht. Është si një lloj bashkëpunimi, ta themi. Po pse vinë njerëzit në Shqipëri? A vinë nga çmimi, a vinë nga cilësia, a vinë nga shërbimi? Jo, ata zgjedhin normalisht. Gjëja e parë që ata zgjedhin është çmimi. Po, patjetër. Po të flasim me klient që vinë nga pjesa e lidsave. Ndërsa për klientët që vinë pasaparola që mendoj që është gjëja më diçka që nuk paguhet ose nuk blehet, ata vinë për cilësinë dhe kualitetin dhe shërbimin që i jepet. Domethënë janë dy gjëra të ndryshme. Por në përgjithësi, domethënë është ky sulmi i turizmit dentar për pjesën e çmimit. Por unë nuk jam ajo pjesë e asaj lloji strukture. Sa është pak a shumë raporti i çmimit, për shembull, me të njëjtin shërbim në Itali dhe në Shqipëri? Ka shumë leverdikën njerëzit? Po. Është, po ta marrim në përqindje, është diku 50, 60%. Atje është më shtrenjtë. Më shtrenjtë, po, se këtu. Okej, të kuptova. Më the që në fillim si të gjithë e ke nis me lidsa. Tash fokusohesh më shumë te pasaparola. Po, dhe takimet dhe eventet që organizoj në përqytete të ndryshme. Okej. Sepse ata duhet ta shikojnë nga afër kush jemi, çfarë jemi, çfarë bëjmë, çfarë kemi, kualitetin, cilësinë, materialin dhe ta prekin nga afër, jo thjesht nga një telefonat e ftohtë dhe ti më zgjidh mua sepse kam këtë lloj çmimi. Jo, unë t'i shikoj në sy, t'ju flas, edhe ata të shikojnë se me kë flasin, me kë kanë të bëjnë si strukturë, me kë persona, me kë njerëz. Edhe pastaj normalisht ju shpjegojmë dhe pjesën e materialeve, certifikatat, normalisht me kë bashkëpunojmë, me kë jo. Përveç çmimeve që janë më të levërditshme në Shqipëri, a ka Shqipëria produkte edhe cilësi të mirë në këtë fushë? Ka. Nuk po e mbaj, domethënë, shumë këtë pjesën që po ka gjen akoma. Jo 100%, po gjen, ka. Kuptova. Okej. Fabiana, sa rëndësishme është buzëqeshja te një njeri? Pse? Buzëqeshja është pasqyra e një njeriu. Normalisht. Dhe unë jam një person që pa buzëqeshje, domethënë unë nuk do jetoja dot. Domethënë buzëqeshja për mua ka shumë rëndësi. A të ngrohtë shpirtin më shumë një buzëqeshje e bukur, e ngrohtë apo një fjalë mirë nga një klient? Buzëqeshja e ngrohtë, okej, të dyja qëndrojnë. Qëndrojnë shumë. Të dyja bashk, edhe them janë të dyja bashk, po dhe buzëqeshja e ngrohtë. A të duket sikur po të buzëqesh klienti apo po të buzëqesh puna jote? Puna ime dhe normalisht. Përderisa e zgjodha, puna ime dhe më bën të ndjem krenare jashtëmasshëm. Dhe kur shikoj sytë atyre me lot ose emocionin që kanë, domethënë për mua është një adrenalin, domethënë është një kënaqësi pafund. Ai momenti. A është e njëjta ndjesi si në fillim si sot? Kënaqësia punës,
Se për shkak të përgjithësi, si përmarrësit në fillim kanë atë adrenalinën më të madhe etj. Pastaj bëhet rutinë. Ja. Nuk i bën më përshtypje. Ja, unë çdo ditë zgjoj me atë dëshirën e madhe, e kam prioritet jashtë masë shumë dhe do të thënë e dua. Pik. Edhe dua gjithmonë më të mirën, do të thënë punoj jashtë masë shumë. Që do të thënë kjo gjë të jetë 100% perfekt, jo. Edhe ja dedikoj jashtë masë shumë, do të thënë.